Prokuroria e posaçme ka hartuar një strategji të re sa i takon luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Strategjia përmban 7 objektiva që synohet të arrihet deri në vitin 2027. SPAK premton të rrisë forcën e saj goditëse mbi objektivat që i ka përcaktuar ligji, por në këtë strategji bëhet një paralajmërim i fortë për pushtetarët, pasi SPAK njofton se do të rrisë hetimet pasurore. Sipas tij, në çdo rast do të ketë hetim pasuror për të akuzuarit. Prokuroria e posaçme synon të shoqërojë çdo hetim penal me hetim financiar dhe pasuror, me qëllim rritjen e numrit të sekuestrimeve dhe konfiskimeve të produkteve të pastrimit të parave, njofton SPAK. Në dokumentin që ka siguruar pamfleti, Prokuroria e posaçme bën me dije se do të zhvillojë më tej kapacitete teknike dhe njerëzore, duke ngritur kapacitetet analitike dhe nivelin e ekspertizës, e cila do të shtrihet edhe në hetimet digjitale, duke përfshirë trajnimin e specializuar të hetuesve financiar dhe përdorimin e teknologjisë për analizën e transaksioneve financiare. Gjithashtu, SPAK bën me dije se do të kërkojë rritje të numrit të hetuesve të BKH, duke qenë se një pjesë e madhe kanë rol kyç në përgjime, duke qenë se bërthama komanduese përgjigjes zë një numër të konsiderueshëm të hetuesve. Emërimi i hetuesve të tjerë të BKH-s është një tjetër objektiv i rëndësishëm për të përmbushur brenda vitit 2027. Gjithashtu, për të rritur koordinimin me institucionet e tjera në vend, është parashikuar edhe ngritja sa më shpejt e seksionit të shërbimeve të policisë gjyqësore pranë BKH-s. Theksohet në dokument, pjesë nga strategjia e SPAK, synimi i parë, rritja e ndëshkueshmërisë së korrupsionit, krimit organizuar, terrorizmit dhe krimit kibernetik. Prokuroria e posaçme synon të jetë një institucion efektiv në luftën kundër korrupsionit, krimit organizuar, terrorizmit dhe krimit kibernetik. Këtu përfshihet identifikimi, ndjekja penale dhe ndëshkimi me suksese i subjekteve të cilët janë në jurisdiksionin e prokurorisë së posaçme. Objektivi i parë, përmirësimi i kapaciteteve të hetimit penal. Synimi i dytë, intensifikimi i hetimit të pastrimit të parave. Prokuroria e posaçme synon të shoqërojë çdo hetim penal me hetim financiar dhe pasuror, me qëllim rritjen e numrit të sekuestrimeve dhe konfiskimeve të produkteve të pastrimit të parave. Objektivi i dytë, forcimi i kapaciteteve për hetimet financiare, pasurore dhe kibernetike. Do të kryen trajnime të specializuara të hetuesve financiar, duke ju referuar edhe planit të trajnimit të punonjësve sipas kategorive. Forcimi i hetimeve kundër financimit të terrorizmit. Qasja drejt rritjes së cilësisë së hetimeve kundër financimit të terrorizmit do të orientohet drejt ngritjes së kapaciteteve njerëzore në lidhje me nxitjen e cilësisë së bashkëpunimit me agjencitë ligjzbatuese në vend dhe ato ndërkombëtare. Do të kryen trajnime dhe seminare me karakter përditësues për prokurorët dhe hetuesit e prokurorisë së posaçme dhe BKH-s për të identifikuar dhe hetuar format më të sofistikuara të financimit të terrorizmit. Qasja parandaluese në luftën kundër pastrimit të parave. Objektivi i rëndësishëm do të jetë dhe qasja parandaluese e hetimit pastrimit të parave përmes monitorimit të aktiviteteve të ndryshme ekonomike, përfshirë sektorët që janë më të prekur nga pastrimi i parave. Krijimi i një partneriteti me institucione financiare private për të përdorur burimet e tyre për hetimin në kohë të indicjeve të pastrimit të parave. Përgatitja e akteve nënligjore, të cilat do të udhëzojnë prokurorinë e posaçme në unifikimin e standardeve dhe praktikave të hetimit pasuror dhe financiar. Mbrojtja e integritetit institucional. Prokuroria e posaçme synon të mbajë standardet më të larta ligjore të integritetit institucional, duke siguruar që hetimet dhe ndjekja penale të jenë të pavarura, transparente dhe në respektim me mbrojtje të drejtave të njerëzit. Sigurimi i standardeve më të larta ligjore të integritetit institucional. Pjesëmarrje aktive në ndryshimet ligjore, të cilat prekin statusin e prokurorit të posaçëm. Prokuroria e posaçme do të ofrojë propozime ligjore përkatëse që lidhen me mbrojtjen e statusit të prokurorëve të posaçëm pas përfundimit të mandatit të tyre. Forcimi i besimit të publikut tek shteti ligjor, forcimi i transparencës dhe komunikimit me publikun. Prokuroria e posaçme do të përgatisë një strategji komunikimi me ndihmën e ekspertëve ndërkombëtar, e cila do të mbështetet në një analizë të eksperiencës 4-vjeçare të komunikimit publik dhe referimi në praktikat më të mira ndërkombëtare. Rritja e efikasitetit të prokurorisë së posaçme, shtimi i strukturave mbështetëse. Ngritja e këtyre kapaciteteve do të përfshijë ngritjen e një strukture ndihmëse ligjore dhe trajnimin e këshilltarëve ligjor. Reduktimi i çështjeve të mbartura. Do të ngrihet një grup pune i përbashkët me përbërje të ekspertëve ndërkombëtar dhe stafin e specializuar të prokurorisë së posaçme për të përgatitur një strategji e cila do të adresojë këtë çështje për një periudhë afatgjatë. Sistemi i administrimit të çështjeve. Prokuroria e posaçme ka nisur bashkëpunim të ngushtë me projektet ndërkombëtare të asistencës për ngritjen e një sistemi të veçantë të administrimit të çështjeve. Bashkëpunim ndërkombëtar. Rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar në çështjet e krimeve të organizuar. Prokuroria e posaçme do të ngrijë një grup pune të përbashkët me partnerët ndërkombëtar për të koordinuar aktivitetet e hetimeve të përbashkëta, përmirësimi i standardeve të hetimit të krimeve zgjedhore, qasje parandaluese në hetimin e krimeve zgjedhore për të siguruar një reagim të shpejtë dhe efektiv ndaj krimit zgjedhor, si dhe për të parandaluar cënimin e integritetit të procesit zgjedhor nga ndikimi i krimit organizuar dhe korrupsionit, përmirësimi i kapacitetit
kapaciteteve hetimore të prokurorisë së posaçme për të hetuar dhe ndjekur rastet e krimit zgjedhor në një mënyrë të efektshme dhe efikase, parandalimi ndikimit të jashtëm dhe manipulimit të procesit zgjedhor përmes monitorimit në kohë reale dhe ndërhyrjes së shpejtë në rastet e dyshimta.